Thaçi na tha janë inatosur, askush nuk luan lojra me UÇK-n, ai na bërtiti duke e thënë këtë gjë. Nëse ju mendoni që mund ta jepni ne udhëzime, atëherë keni gabim dhe do i vi keq për këtë. A keni qenë informuar lidhur me këtë dëshmitar? Përgjigje me shumë gjasa, po, ja u tregoj këtë mbrojtja e Thaçit dhe kjo pjesë flet për përfshirjen tuaj në këtë takim me komandantët e zonave. Pra, Jacksoni po flet pak momente përpara se sa ju të bëshit pjesë e takimit. Edhe këtu thuhet, negociatat u bën shumë të tensionuara përpara se sa ju të mbërrinit në takim. Tani vazhdojmë tek faqja tjetër. Jackson më tej thot që ne mbërritëm D+89, ndërkohë që Thaçi na tha janë inatosur, askush nuk luan lojra me UÇK-n, ai na bërtiti duke e thënë këtë gjë. Nëse ju mendoni që mund ta jepni ne udhëzime, atëherë keni gabim dhe do i vi keq për këtë. A keni qenë informuar lidhur me këtë dëshmitar? Përgjigje me shumë gjasa, po, kam përshtypjen që Jacksoni do ma ketë thënë. Pyetja, keni folur në paragrafin 31 të deklaratës së pranuar në prova lidhur me mungesën e ndikimit që kishte Hashim Thaçi mbi ushtarët e UÇK-s. Kjo është përforcuar gjithashtu edhe në të takim, apo jo? Përgjigje, po. Pyetja, por kjo ka ndodhur pas këtij shkëmbimi. A nuk është e vërtet që Hashim Thaçi ka pasur kompetencë politike që ka qenë e ndryshme nga kompetenca ose autoriteti i ushtarëve me cilët ai fliste? Përgjigje, duket sikur është kështu. Po, nga ana tjetër, sikurse jam përpjekur të shpjegojmë përpara dhe sikurse thotë Mike Jacksoni këtu, ky ishte një proces, nuk mund ta shikoj të fragmentarizuar. Pra flitej për një organizatë rezistence që kishte mbështetje të NATO-s, edhe ndjesia ishte që Serbia do të bohej. Dhe ajo çfarë thoshte NATO-ja këtu ishte që keni parasysh një gjë që ju duhet të çarmëtoseni dhe nga ana tjetër duhet që të largoheni. Dhe në momentin kur unë u ktheva, pra unë mundova që të siguroja që nuk duhet kishte një asocim ushtarak më pas ndërhyrjes. Dhe ndërkohë, ajo çfarë për cilën po flasim këtu janë thjesht hollësit se si janë zhvilluar këto udhëzit. Sigurisht që ka pasur shumë inat, sigurisht që ka pasur shumë fërkime dhe sigurisht janë bërë shumë deklarata që janë shprehur. Pyetja, është e vërtetë apo jo që një pjesë kryesore e komentave të zonave, të komandantëve të zonave, qëllimi i tyre ishte që theksohej se si ushtria duhet të jetë subjekt i autoritetit civil. Përgjigje po. Pyetja, në karrierën tuaj ushtarake, ju keni qenë i varur nga presidenti i Shtetit Bashkuara, që ishte komandanti kryesor i forcave të armatosura, apo jo? Përgjigje po dhe nga sekretarja ose sekretari i mbrojtjes. Pyetje, a i dini nëse UÇK-ja ka identifikuar ndonjëherë si komandantin e vet? Përgjigje jo, jo ndjenjë intime. Nuk e ka menduar këtë në asnjë moment. Edhe mënyra se si e kam parë unë ngjarjet është që Çeku ka qenë personi përgjegjës. Pyetja. Këto nën kuptime që keni bërë në të gjitha provat tuaj, në gjithë dëshminë tuaj sa i takon autoritetit, komandës, ndikimet, të gjitha kanë çuar në përfundimin edhe në paragrafin 52 të deklaratës që ju nuk besoni që do ishte e drejtë që ti atribuoj sjellje të tjerëve Hashim Thaçit. Këtë keni thënë apo jo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, unë po i parashtroj qëndrimin tim që ju nuk dini mjaftueshëm lidhur me UÇK-n dhe lidhur me atë çfarë UÇK-ja ka bërë gjatë gjithë luftës për të ditur në qoftë se akuzat me të cilat përballet zoti Thaçi në këtë gjykat janë të qëndrueshme apo jo. Çfarë përgjigje keni ju për këtë qëndrim tonin?
Përgjigje, kjo është një akuzë që është vetëm pjesërisht relevante për proceset e kësaj gjykate, sepse si komandant strategjik, jo, asnjëherë nuk kemi pasur mundësi që të bëjmë kërkime dhe që të na vërtetohet ky qëndrim. Tha që thjesht rezultoi që ishte person ambicioz, ishte personi artikuluar, i prezantueshëm, por sa i takon kontrollit, pa diskutim që nuk ka pasur kontroll. Absolutisht nuk e kam parë një gjë të tillë, sepse këto element nuk kishin atë lloj strukture që do të kishte një organizat normale. Bëj fjalë për persona, grupe individuale që thjesht po luftonin për mbijetesën e tyre. Nuk ekzistonte asnjë lloj letre ku shkruheshin gjërat. Për shembull, nëse do shikojmë shembull historik, edhe besoj që shembulli më i mirë është shembulli i revolucionit amerikan. Pyetje, general nuk po flasim për revolucionin amerikan këtu. Nuk po flasim për asgjë tjetër, po përveç faktit në qoftë se ju e dini apo jo që akuzat në cilave përballet ai janë të qëndrueshme apo jo. Përgjigje, jo, akuzat nuk janë të qëndrueshme.